Bashkia e Kukës së bashku me Drejtorinë e Rrugëve Rurale kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për përballimin e stinës së dimrit në të gjitha njësitë administrative. Për të garantuar lëvizje të sigurt në të gjitha rrugët rurale, është shpërndar materiale dimrore për ndërhyrje në rrugët rurale në mënyrë që ekipet të ndërhyjnë me njerëz sapo të kenë rreshtë dëbore, ngrica apo rrezik bllokimit të rrugëve, thotë Bilbil Shau, drejtori i Drejtorisë së Rrugëve Rurale pranë Bashkisë Kukës. Ne kemi dërguar në të gjitha njësitë skorje dhe kemi dërguar shumë më përpara kohë edhe programit që kemi patur, për arsye edhe të rreshjeve ose të ndonjë dëbore që mund bjerë. Ne kemi dërguar skorje deri në njësinë Arrën, që është hera parë që ne kemi shkuar, se është një zonë e thellë, rreth 4 orë nga Kuksi. Për sa i përket dhe Krypën, e kemi siguruar që jemi të gatshëm për në sezonin e rreshjeve dimrore, në rast bore apo grice. Ne kemi edhe makineritë, e kemi përgatitur që ne të dalim edhe të hedhim Krypën. Ndërkohë, sipas kësaj drejtorie, ekipet e bashkisë janë në gatishmëri 24 orë të përgatitura të reagojnë në çdo moment për të siguruar banorëve siguri dhe shërbim të vazhdueshëm.